në Prishtinë, e cila ka një kabinet të këtij lloji. Nxënësit në fillim nga trajnime të ndryshme mësuan procesin e punës për të realizuar një produkt 3D dhe sipas tyre deri tek finalja janë disa hapa. Në fillim ideja mu ka dok pak se ma e komplikume, ama kur e kena marrë punën praktike, do me thonë veç edhe na me janis me punu, atë nuk mu ka dok qa qështire dhe ja ko marrë dorën ma shumë shpejt. Me më tregu pak procesin, sa është e vështirë dhe sa merr kohë? Nashta deri sa t'vjen ideja, dën pak kohë, ama tani dizajnimi është shumë proces i nashta në varet ashtë produkte është ma i komplikuar ajo, ama dizajnimi zakonisht nuk merr shumë kohë, edhe tani transportimi i fajlet edhe printimi dën nashta edhe disa ditë. Do me thonë procesi i printimit dën pak kohë ma shumë. Cilat prej punimeve ju e keni realizuar, disa prej tyre do thot me i përmend? Shumicën e punimeve që na e kena realizu janë dopi monumenteve ma të famshëm në botë, do me thonë Koloseumi i Romës, tjetër kena bo dhe pjesë trupit që më Kafkën, do me thonë veç anatominë e trupit njeriut, sistemi periodik edhe shkronja ndryshme, edhe veç që kena shu emrin e shkollës tonë me ngjyra. Si fillim na ja kena nis pe trajnimeve që i kena mbajt më spore trajnimet edhe ja kena nis vet tani në nxënësit me punu produktet dizajneve 3D. Ja kena nis më avancu shumë e më shumë, të këshyrë pe internet më shumë, të këshyrë se si bën disa produkte për shumë më të avancuara të produkteve 3D. Që kjo paka shumë që kena shumë. Është procesin vështirë? Paka shumë ju, si fillestar, në qëse fillestar ki pak të vështirë, po tani me kohën mësosh. Çka ju tërheq me shumë prej punimeve që e bani më dëshirë ndoshta? Për ma shumë punimet të komplikume, për shembull diçka që janë, në atë rrekin ma shumë se janë ma të mira, duken më bukur. Koordinatori i cilësisë, i cili është edhe bartës i projektit, Nuhi Dema, thotë se një projekt i tillë ka qenë i nevojshëm në mënyrë që këta nxënës të bën më hulumtues dhe pse jo të kenë të ardhmen një profesion të tillë. E kemi pa shumë të nevojshme për kohën e tashme, pra për zhvillimin e teknologjisë, edhe ne si shkollë të jemi krahas së zhvillimit të teknologjisë, këtë rast me printimin 3D, që jemi vetmja shkollë në Prishtinë dhe shkolla e 6 në nivel të vendit. Është shumë e rëndësishme për shkak që fëmijët bëhen më hulumtues, bëhen me punëtori sociale këtu mbrana shkollës, të cilët ndoshta dikush prej tyre zgjedh një profesion të tillë dhe ta ketë një punë të ardhmes. Ne mbikëqyrim këta grupin e nxënësve të cilët punojnë në 3D dhe punët që bëhen pra janë mahnetshme, mund me thonë, për shkak që këta kanë kreativitet, po ashtu janë edhe prej tyre janë ata që hulumtojnë se si të bëhet printimi 3D, që përpara kemi pas vetëm 2D në letër, tash e kemi 3D, një produkt final. Sipas profesor Dema, në këtë kabinet marrin pjesë nxënës të gjeneratave të ndryshme dhe punimet që realizojnë kontribojnë edhe në mësimnxënje. Këtu përfshihen prej klasës së 6 deri të 9-ën. Ne kemi grupin e nxënësve të klasës 9 që kanë marrë pjesë në trajnime, që tash janë duke i ushtruar për punë edhe për dizajn nxënësit e klasës së 8, 6 dhe 7. Këtu kemi punime të ndryshme, prej mbajtjes së qelsave për vetë nxënësit, mësimdhënësit, pastaj produkte të ndryshme që kanë lidhje me procesin mësimor, Kafka, harta, piramida të ndryshme, të cilat pra i kontribuojnë edhe mësimdhënies pra, me pa edhe për shembull një produkt që kanë pa në letër, në libër atje dhe këta e printojnë në 3D. Domthon krahas edhe mësimdhënies pra këta printojnë edhe në printer 3D. Projekti do bishëm për gjeneratat e reja, thot drejtori i kësaj shkolle Visar Osmani. Ai thotë se këtë vit me këta nxënës dhe punimet e tyre ka në plan të marrin pjesë edhe në një panajër lëvizës, ndërsa planet e tyre nuk mbarojnë me kaq. Është një punë e mrekullueshme e ekipit zhvillimor të shkollës, të cilët kanë aplikuar në projektin e fjalës para 2 viteve dhe fatmirësisht prej gjitha shkollave në nivel vendi 4 janë zgjedhur fituese, ndërsa në komunën e Prishtinës vetëm shkolla jonë
Është një projekt, sigurisht parafuqësit e mi kanë tregu për detajet i financuar nga qeveria suedeze dhe kuptohet është shumë i dobishëm për gjeneratat e reja që përmes dizajneve, përmes kreatimit të ideve, ata plasojnë dhe prodhojnë produkte, fëmijët sensibilizohen, fëmijët përgatiten për tregun e punës, fëmijët zgjedhin një profil se çka dojnë të punojnë të ardhmen. Shkolla jonë ka fatin se është fituese sepse është shkollë gjithëpërfshirëse, është shkollë që ka numrin më të madh të fëmijëve të komuniteteve të Pakicë, ku pjesë e këtij kabineti janë edhe nxënës të komunitetit të Pakicë, të cilët bojnë një punë të mrekullueshme. Ne kemi pasur një panaer para një viti në shkollë, ndoshta këtë vit planifikojmë ka muaj mars ta bëjmë një panaer në Lëvezës, në shesh, në shkollat e qytetit. Por planifikojmë që brenda vitit këta nxënës që janë pas meje të trajnojnë edhe fëmijët të shkollave tjera, sidomos në zona rurale, të vinë, të punojnë me printer 3D dhe pse jo ndoshta nesër mund të jetë një profesion i tyre i jashtëm. Punimet në 3D nga nxënësit dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle konsiderohen të nevojshme edhe për nxënësit e shkollave tjera, sepse kjo sipas tyre kontribon në kreativitetin dhe përgatitjen e këtyre fëmijëve për treg.